Rama edhe ndërkombëtarët thonë, ore, kush do ta marrë në dorë këtë punë? Se si ne, ta them sinqerisht. Ja i ku e veri, kush do vi the. Po s'ka se si të heqin Edi Ramën, po ta them shumë sinqerisht se ky është vërtet biseda që do heqim Ramën, fusim në ngradën, do rregullojnë marrëdhënie me Berishën pastaj. Unë e di këtë gjë, kjo është e kam thënë gjatë gjithë kohës të. Ama unë ta kam thënë nga kjo studie që ky është mandati i fundit i Ramës. Po. Dhe ato i kanë thënë që i kanë thënë për t'ikur, më përpara unë dëgjova zëra, po unë gjithmonë, kjo është pastaj jo spekulim, po është një lloj për informacioni për njerëz besuar që unë i besoj vërtet se çdo gjë që më kanë thënë më ka dalur. Mund të ketë pasur lëvizje në kohë. Mos e s'ka tani. Mund të ketë pas lëvizje në kohë dhe në muaj, por nuk është i konfirmuar ashtu. Kanë thënë që ky është mandati i fundit që i kanë thënë Ramës. Madje nëse s'do ishte Berisha përballë Ramës, Rama nuk e kalonte 11 maj. Kjo ka qenë diskursi. Po. Thot Ilir Osmanaj, orë male bërë dhe balën demokrat, thot. Bala qytetarë s'ka lidhje. Ideja është kur unë gjithmonë mundohem t'i shkoj sa më afër të vërtetës. Se shkojnë për studio televizive, njësoj si e tuar marë se më bën habi, duke si por shkojnë që të ote në bërë njërë palë. Pa tjetër që unë ndoshta një palë pëlqen më shumë se tjetër se si bën punë të tyre. Ose në spak më pëlqen më shumë një prokuror se sa 10 të tjerë, por kjo pak rëndësi ka. Kur flasim pastaj për që na afër vërtetës, do flasim standardet, na vjedhin, s'na vjedhin. Anëri, ka një shpjegim. Gazetari me politikanit tonë diferencon se politikani mban qëndrime, gazetari analizon. Gazetarit i lejohet dhe të gaboj, politikani nuk i lejohet. Dhe kjo është ajo diferenca që duhet të kuptoj se cili prej nesh që analizojmë. Ne këtu nuk kemi njerëz politik, ne nuk kemi asnjë përgjegjësi përveç se vetes tonë, edhe njerëzit neve na ndjekin mbi ato se çfarë themi. Por ne nuk kemi asnjë firmë, asnjë çelës që të përmirësojmë jetën e përmirësojmë politikanët me vendimarrjet që ata marrin. Pra ne këtu diskutojmë mbi atë çështje. Djella na shkruan, ore miqtë e mi për të vajtur të spaka, duhet të kalosh tunelin e Llogaras. Kalosh atë trarin që do bëhet Tiranë-Durrës, se do bëhet me trar tani ajo. Pa, ne, unë për këtë jam dakord 100% që të bëhet me trar, sepse rrugët këtu te ne për post standarde po ik se dalin nga tema. Qëndrojmë te tema. Duhen mirë mbajtur. Edhe këtu mbaron kjo. Ideja është që unë e di që ka një konflikt të paktën prej kohësh midis zonës Ballukut dhe Edi Ramës. Po ndryshe nga Erion Veliaj, se këtë më pyete. Po. Se goditja më e fortë se Veliaj ishte. Po, Veliaj, se Ameta s'kishte atë pushtet. S'kishte atë pushtet. Po prap ishte portofoli i besuar i kryeministrit. Po, nuk kishte njeri që kishte vokacion. Po prit pra, nëse ti, për shembull në këtë shtëpi ku jemi këtu, unë të godas Marsidin fjala vjet, që është bashkëpunëtori dhe miku jot më i ngushtë. Godas dhe Regjin, që është portofoli jot, ç'a do bësh? Se do fillosh të mendosh pastaj, ore prit se e kam radhën unë, se kështu është logjika. Logjika ashtu funksionon. Tani i gorditën portofoli nuk është pak, se gjithë marrëveshjet ose këto i bënte portofoli në fund fare, do të firmoste parat. Edhe në rastin e aeroportit Vlorës, po të shikosh, ka firmos Belinda Balluku kontratën e parë. Në kalimit aksione nga kompania turke te Bexhet Pacolli, po ishte edhe Ministria e Financave aty. Kështu që është edhe ekonomisë, po pra. Kështu që në këtë kontekst, unë besoj që goditja e parë e fuqishme dhe shumë e fortë ka qenë Erion Veliaj. Goditja e dytë e fuqishme dhe shumë e fortë, pavarësisht se pati një tronditje themelesh me Arben Ahmetë, sikur thash, është Belinda Balluku. Po. Ama vim në pikën që është i kërcënuar Rama nga këta të 2 ose të 3. Se Arben Ahmeta ka nisur të flasë. Ndoshta që kështu në përgjithësi, po belbezon. Ka dhënë disa mesazhe më shumë. Po. Erion Veliaj ndoshta nuk ka folur, po a do të flasë Belinda? A do të trimërohet Erioni për Belindën, nga Belinda? Dhe nëse se unë nuk e kuptoj në këtë vend është një çudi e madhe. Ty të arrestojnë gjithë, unë pa ta bëri status para 2 ditësh këtu ndodh që arrestojnë gjithë bashkëpunëtorët e tu. Gjithë njerëzit e besuar tu. Portofoli, miku, ai që bënte marrëveshjet, që ishin pjesë e jotja, pjesë e një grupazhi, se po ta bëjmë sikur një organizat. Jo kriminale, po organizat.
kemi të gjithë antarët e organizatës në burg. Tani kryetari i organizatës nuk ka ditur para asgjë nga këto që po flasim. Se kjo është meseleja më e madhe dhe çfarë pengon spakun për shkruar te kryetari i organizatës. Dhe ajo që e mbante Belinda Ballukun deri më tani, ai që mbante Belinda Ballukun deri tani ishte presioni që kishte bërë Rama, sikur se thashë se Rama nuk e dhuronte dot Belindën as në korridoret e kryeministrisë. Nuk e onepste dot. Edhe kur kalonte ajo. Sepse kalimi i asaj ose sjellja e asaj pavarësisht saj të pjesës që ne shohim televizion që bën si koket, kështu si e mirë, ka një sjellje lehtësisht të dallueshme, arrogante. Se thënë fytyra është pasqyrë e shpirtit, pavarësisht se ti mundohesh bësh si i mirë dhe si të duket e shpirtit, del shpirti vetvetiu. Thënë për syt, po faktikisht unë jam për fytyrën, çfarë mba sytë është. Thot për fytyra pas 40-tave, merr fytyrën që meriton, të thonë. Po pra, fiks. Dhe apo ti e pësit çdo vetë se ke drejtën e autorit. Jo, kam drejtën e autorit. Po çat mba shpirti ta tregon Surrati, është dhe është përja tjetër, prandaj e lidha me E kuptova, thelbin e kuptova. Ne kemi më kështu, çat mba shpirti ta tregon Surrati, kështu që edhe puna e zonjës çaj mba shpirti tregon Surrati dhe marrëdhënia e tyre kanë qenë tensionuar midis Belinda Ballukës dhe Ramës kohët e fundit dhe burime njerëz të afërt tyre thonë që Belinda e ka kërcënuar nëpërmjet edhe njerëzve të saj problematik që ka rreth e qark. Andri, unë mendoj ose që ndjen të kërcënuar nëse u bie mbretëresha. Unë mendoj vetëm diçka. Pra, ushtarët ran. Nuk kuptohet. Një sekond, kemi mbretin. Ushtarët ran. Fili, Kali, ka ran. U rrëzua. Tani i morën mbretëreshën. Kush do bie mbreti? Po ja këtë do të dhe një mbretëresh që të ka ngrënë, të ka sakrifikuar një, po të them ty, filin, që është Erion Veliaj. Nëse ti mbreti sakrifikon mbretëreshën për shpëtuar veten, a ka mundësi që mbretëresha Ja, do të tregoj deduksionet. Deduksionet kanë treguar Andri, fatmirësisht apo fatkeqësisht, nuk po e di si ta shpjegoj, por deduksionet politike kanë treguar që sa herë janë plasur në politik numrat dyshme, numrat njësh, kanë fituar numrat njësh. Dhe deduksionet apo si numrat dyshme numrat njësh, se pra në kontekstin si më thënë. Rama është njëshi. Po, kuptoj. Kuptimin kur është jo tha se the çifta, po numrat çift tek. Jo, çifta të tek, jo. Pushteti është tek. Absolutisht, Rama është fitimtar akoma. Rama jo vetëm që është fitimtar, po koha ka treguar që kushdo, për shembull marrim historinë. Sa do zgjas.